Okej. Ja kam arrit ditës, do me thënë. Një nga arritjet e mia më të mëdha, dhe këtë ma kuptojnë gjithë mamat që kanë çuna kryesisht, po dhe ato që kanë goca që ja kalojnë çunave, kur vjen momenti që të çojnë në punë çuni. Edhe nuk po e nxjerr shumë se nuk done. E ktheva çik më shumë se ç'duhet se ç'donte, fakt. Po më pëlqen shumë mënyra se si jemi ndërtu si njerëz edhe si prindër edhe si mama që themi, okay, tani do më çosh ti në punë me makinën tate dhe vjoj gjatë çdo 10 metrave i them kujdes. Dhe arsyeja pse dua ta ndaj këtë përveç se është një qefi imi për të ndarë momente të vogla që e bëj pak të ditës, është refleksioni që kam për mënyrën se si besojmë. Ne besojmë duke kontrollu. Dhe në fakt nuk është keq, sepse jemi djeg shumë herë, por nga ana tjetër nuk është aq mirë se nuk është besim dhe nuk është delegim. Nga kjo kalova tek një tjetër formë e të menduarit më makro. Defektet e shqiptarëve. Defektet e shqiptarëve në biznes është nisin të bëjnë diçka bashkë dhe dyshojnë gjithçka rrugës. Nisin të thonë që ne mund ta pranojmë njëri tjetrin, por pastaj kur bashkëortakët fillon njëri blen një gjë më të mirë se sa një tjetër, ai tjetri acarohet se thot ma pas ka fut diku. Raporti me dyshimin dhe besimin që kemi në jetën tonë është një nga elementet më kryesorë të suksesit. Ka disa gjëra që duhet i pranojmë, që do t'i humbim, me koston që disa gjëra tjera do t'i fitojmë me shumicë nëse besojmë. Kam ditë që bëj bisedë me njerëz të mençur, që sa po mbaroj një bisedë, dua t'i kthehem dhe të flas me një publik më të gjerë. Se sa shumë nevojë kemi për më shumë mirësi, s'po e quaj dashuri, dhe më shumë besim tek tjetri. Let na zhgënjej. Një njeri i cili zhgënjehet mbetet gjithmonë më i madh se sa një njeri i cili nuk pranon të zhgënjehet dhe mbyllet tek vetvetja. Një tjetër që mendon që ta ka futur, po e them në gjuhë popullore, dhe ka përfituar nga ty dhe mendon që është ka arrit të shfrytëzojë më shumë se sa ti do t'i jepje leje të shfrytëzonte mundësinë, emrin, potencialin, kapacitetin, gjithçka, në fakt mbetet gjithmonë dhe vetëm i vogël. Dhe ai njeriu që zhgënjehet më shumë ka ke lëkura vet shumë më tepër eksperiencë dhe nuk janë këto arsyet për të mos besuar mua. Duhet besuar prap, duhet deleguar plotësisht, sepse kemi një problem. Nuk bëjmë dot gjëra të suksesshme të mëdha në rast se nuk kemi grupe besimi. Dhe grupet e besimit nuk ndërtohen pa u zhgënjur nga një shumicë dhe pa besuar tek një pakicë, dhe nuk ndërtohen në qoftë se ne arrin mendja se kush në jetën tonë ka qenë i keq, ka qenë përfitues, ka qenë ai individi i cili nuk meritonte të ishte afër nesh, apo ata individët që nuk meritonin të ishin afër nesh, dhe kjo të na djeg gjithë mundësinë se si sillemi me të tjerët. Imbir nuk do me fol, është shumë mirë e ka këtë, është tek makina vet shumë e vogël se imja dhe kjo më pëlqen shumë, që nuk guxon të marrë timen edhe merr vetën të vogël. Është fiks sa që duhet një studenti. Ju lutem mos te i kaloni etapat me fëmijët. Megjithëse janë 2 metra më të gjatë se ne, më të bukur se ne etj, kjo nuk do të thotë që meritojnë a priori të japim gjërat që i kemi fituar ne si prindër, pa e kuptuar ata se çfarë po japim. Kështu që makina vetë e vogël për mua, siç thonë italianët, basta e avanza, do të thonë mjafton e tepron për ta pasur një student mbi 20 vjeç që e ka shumë, sepse ne merrnim trenat, ne merrnim autobuzat, e kur kujtoj trenat tonë, e kur kujtoj se me si udhtonin me xhama të thyer, mendoj që ajo ka qenë pjesë e bekimit, nuk ka qenë pjesë e mallkimit, që s'kemi pas shansa dhe mundësi, dhe pjesë e mallkimit her pas here është për këtë gjenerat të re që i gjen ca gjëra gati, s'kupton se çfarë ka gati, por duhet ta ndihmojmë ne jo për t'ia dhënë, po për ta kuptuar, dhe janë gjëra krejt të ndryshme, por e nisa këtë me besimin. Nëse i kemi thënë dikujt mere, jepjani, lëreni t'ju zhgënjej, lëreni të gaboj, por do ta njihni, do ta mësoni dhe do ta trajnoni të jetë me ju ose pa ju, por ama e keni kuptuar se kush është individi. Kjo nuk duhet vras besimin tek të tjerët. Good day.